Reparti i zjarfikësve në Malsinë e Madhe ka marrë të gjitha masat e nevojshme në prag të sezonit veror, duke qenë se kjo zonë konsiderohet me rrezik të lartë për përhapjen e zjarreve. Strukturat përkatëse janë vënë në gatishmëri të plotë, ndërsa janë përforcuar kapacitetet logjistike dhe burimet njerëzore për të përballuar çdo situatë e mundshme. Duke parë ngjarjet e vitit kaluar, ne jemi duke marrë masat dhe kemi marrë masat për riparimin dhe vënien në kohë dhe nga gatishmëri të gjitha mjeteve që kemi në dispozicion. Mjetet dhe pajisit i kemi vurë në gatishmëri. Gjithashtu bashkia po negocion dhe po merremi për realizimin e marrës edhe një pick-upi, një Foristrade 4x4 për zonat malore, pasi Malësia e Madhe ka një territor shumë të madh dhe kemi disa zjarre në zonat malore që do t'i kapim me Foristrada ose me makina 4x4. Sipas drejtorit të repartit zjarfikës në këtë bashki, Besnik Hasaj, kapacitetet aktuale mund të jenë të mjaftueshme në varësi të situatës, megjithatë në rastet e zjarreve masive kërkohet ndërhyrje shtesë nga shërbimet e tjera zjarfikëse. Efektivi i stacionit zjarfikës Malësia e Madhe përbëhet nga 27 personel, gjithashtu kemi 3 mjete zjarfikëse në dispozicion, kemi një autoshkallë, kemi edhe një fogon për aksidente. Mund të jenë të mjaftueshme, kurse kur zjarret janë në sipërfaqet, quhen zjarre masive, atëherë na duhet ndërhyjme edhe nga forcat e tjera të zjarfikës së Shkodrës. Zonat me rrezik më të lartë përfshin Kastratin, Shkrelin dhe Gryemirën, ku sipërfaqet pyjore ndërthuren me shkurre. Shërbimi i zjarfikës u bën apel banorëve të Malësisë së Madhe që gjatë periudhës kritike korrik gusht të shmangin djegjen e mbeturinave apo pastrimin e tokave me zjarr, pasi këto veprime janë ndër shkaqet kryesore të përhapjes së flakëve.